pabesueshme, por e vërtet i dhanë 2% shanse për të jetuar gruaja poshtë kancerin e gjirit fal. Një grua duket se shëruar nga kanceri i gjirit gati 2 dekada pasi supozohet të vdiste nga kjo sëmundje. Ajo tani është një nga 9 personat që në mënyrë misterioze kanë arritur të mposhtin sëmundjen, të gjitha fal një gjëje. Lori Lober u diagnostikua me kancer në vitin 2000 në moshën 38 vjeç. Mjekët thanë se sëmundja ishte në fakt terminale, duke i dhënë asaj vetëm 2% shanse për të jetuar, maksimumi 5 vjet të tjera. Por tani, 25 vjet më vonë, Lori është e lumtur dhe më e shëndetshme se kur më parë dhe tani është një nga pak njerëzit që duket se kanë poshtur diagnozën e tyre. Ajo tani po jeton çdo ditë në maksimum, duke u siguruar që të jetë mirënjohëse për çdo ditë që zgjohet. Ajo i zbuloi Daily Mail se mjekët e kishin bindur se mezi do të arrinte të mbijetonte përtej moshës 40 vjeç kur ju dha diagnoza. Kur u vizitua nga mjekët, kanceri ishte përhapur tashmë në të gjithë trupin e saj, pasi nuk ishte trajtuar për 3 vjet. Tani në moshën 62 vjeç, kanceri i Lorit është zhdukur plotësisht në një shërim të mrekullueshëm fal një vaksine kundër kancerit që mori në vitin 2002. Ajo ishte një nga 9 gratë që morën ilaçin eksperimental, të cilat të gjitha kishin kancer të avancuar të gjirit, me shumë pak gjëra të tjera për të ndihmuar në trajtimin e sëmundjes së tyre, që atëherë të 9 gratë kanë vjetuar pas një shenjë të sëmundjes brenda tyre. Ekspertët tani po e përshëndesin vaksinën eksperimentale si një ndryshim rrënjësor dhe së shpejti mund të jetë ardhmja e trajtimit kancerit. Mira pacient britanik kanë filluar tashmë të marrin trajtime me vaksinë për kancerin, pavarësisht se për vite me radhë shkencëtarët ka qenë vetëm një ëndër e parealizuar. Vaksinat janë zhvilluar për të trajtuar një sër sëmundjesh, duke përfshirë kancerin e mushkërive, vezoreve të lëkurës dhe tani mund të vijë në dispozicion në NHS. Studime të tilla tregojnë se vaksinat funksionojnë për kancerin, sipas doktor Leonard Le, profesor i asociuar në Universitetin e Oxfordit dhe ekspert i vaksinave kundër kancerit. To gra tregojnë se nëse mund të aktivizoni sistemin imunitar të një personi për të luftuar kancerin, ai mund të qëndrojë aktiv për dekada. Shkalla e vdekshmërisë nga kanceri ka rënë me rreth 1/5 gjatë 5 viteve të fundit, dhe ndërsa trajtimet e kancerit kanë qenë në gjendje të zgjasin jetën e pacientëve me rreth 10 vjet, duhet bërë më shumë për ta ulur shkallën e vdekshmërisë në 0. Për disa ekspertë thonë se aftësia e vaksinave për të ndihmuar në uljen e vdekjeve nga kanceri mund të jetë një hap i madh përpara për trajtimin e sëmundjes. Shkencëtarja e Cancer Research UK, Dr. Serena Nick Zainal, tha se ardhmja tani po i drejtohet vaksinave, duke bërë kancerin pothuajse si diabeti, një gjendje me të cilën njerëzit thjesht mund të jetojnë. Njerëzit mund të mos besojnë se mund të vaksinohen kundër kancerit, tha Dr. Serena, por ideja është që një ditë nuk do ta shohin llojin e vdekshmërisë që shoqërohet me kancerin tani. Megjithatë, kërkimet mbeten eksperimentale dhe jo të gjithë janë plotësisht të bindur për idenë e një vaksine kundër kancerit. Ndërsa disa ekspert i kanë mirëpritur rezultatet, ata i kanë kundërshtuar gjetjet me nevojën për studime më të gjera në mënyrë që të nxjerrin përfundimet e duhura.